jemi ende në një teren se cila palë po mundohet të shfaqsohet më shumë para opinionit publik. Aktualisht jemi këto. Edhe këto takime nuk po shihet që janë serioze për këtë temës presidentit. Do jemi në atë teren se cila palë po arrin që ta transmetoj mesazhin se nuk është fajtore sa i përket një blokade të re eventuale. Nëse vendi shkon në zgjedhje. Dhe këtu është njëri prej gabimeve të subjekteve opozitare, pse nuk ka arritur ta transmetoj mesazhin. Këtu po amniston Kurtin, pse nuk ka arritur ta transmetoj mesazhin, se realisht edhe blokada e vitit e kaluar ishte ekskluzivisht përgjegjësi e kryeministrit Kurti. Mirë po duke ju nënshtruar këtij narracioni po i shërben agjendës së tij politike. Këtu është gabimi. Po, këtu është gabimi kardinal, këtu është gabimi kardinal që e kanë dëshmuar, që po e dëshmojnë si Partia Demokratike e Kosovës, ashtu edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, dhe është parë një ngutim më e madhe e këtyre subjekteve politike për diskutuar për temën e presidentit se sa e vetë konstituimit të institucioneve, se sa e vetë partisë fituese të zgjedhjeve. Në merak ishin për formim kuvendje të qeverisë sa vetë Kurti duket. Dhe në mënyrë të vazhdueshme, duke transmetuar kompleksin e fajt në komunikatat e tyre se janë subjekte të përgjithshme politike që tentojnë të japin vendit stabilitet institucional. Çka nuk kupton kjo? Në ndërdijet të njëjtat e kanë pranuar, do thot, narracionin që gabuan, janë sjellën në mënyrë irracionale. Kjo është arsyeja e blokadës politike dhe u ndëshkuan elektoralisht. Kështu që kjo është një lloj vetfajësie që të njëjtat po jam veshin vetes politikisht, e që mund të ketë kosto elektorale për tu në proceset që sipas gjitha gjasave do të na çojnë në zgjedhje të reja të jashtëzakonshme.